Sara Gjordeni dhe Bardhi vazhdojnë të jenë një nga çiftet më të dashura të showbizit shqiptar, që pas daljes në shtëpia më e famshme në Shqipëri, ata po jetojnë bashkë dhe së fundmi janë bekuar me një vajzë të cilin e kanë quajtur Neha. Sara Gjordeni është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe her pas here dan zhvillime nga jeta e saj personale. Së fundmi, ajo i ka bërë një urim mjaft të ëmbël motrës së Bardhit, pra kunatës së saj. Në një postim ajo ka përmbledhur disa nga momentet e tyre më të mira, duke i bërë edhe një shkrim fantastik. Gëzuar ditëlindjen Halla e Nejas, vëlla im, motre më e mirë në botë, faleminderit për shpirtin tënd delikat, për suportin që jep Bardhit non-stop. Ëndra ime është që më shumë se nervin tim, Neja të marr elegancën dhe qetësinë tënde. Të duam shumë, shkroi Sara krahas postimit. Ku na do të themi se ishin disa fjalë mjaft të zgjedhura për kunatën e saj. Dhe me këtë deklarat, Sara Gjordeni tregon se marrëdhënieve familjare të Bardhit janë mjaft të mira. Nga ana tjetër, Bardhi është mjaft i angazhuar me projektet e tij muzikore, që pritet të lançohen shumë shpejt.